nëse ki zanat, u konë një fjallë popullore, nuk jetë kur pa pare. Po provokimet, sidomos që aty pak para luftës ka ndodhë me pjesëtor të nacionalitetit sërb, po në momentet kur veshin të pitë, domethënë, theke ku keni me shku, jo, a dini që na ju bojmë kështu edhe kështu, që si raste kum pas. Qefin e parë kum pas me njerë dikon mas një 2 muja fërsisht kur kum fillu me zanatin, se ashtu edhe mjeshtim ka ofru, domethënë me punu se tash jo që me i rom me livdu vetën, po i bike si isha pak talent këtë farë pune, edhe me njerë më ka ofrue. Unë me punu, normal, fillimi ka qenë pak i shtirë, po deshti zoti që ashtu që me konë, avden me njerëz pak dvobekt atëre, ka pos njerëz të cilët ka leshin rrugës, edhe na i merë shumë, bëj shumë ushtrime me ta. Me qedhë falë, po, kuptuhet. Edhe, kështu që ajo konë e mira që për muë, nështë si zanatli, që kumë përfitu shumë nga qëta pjesëtorë, dhe njerëz dvobekt, edhe qështu ka dalë deri me mushterinë e parë, deri sa fillu në ata me pos, me fillu me pos në farë sigurie, dhe nëse normal, në fillim asë një mushteri nuk hezitën, se nuk ka siguri, nuk i besën ustojt të ri, ose atë nga theshin shegërta, që i bjen një farë mënyre, i bjen zënës, ose që ashtu diqka. E kështu që mirë konë, kina pas fillu mirë, unë e kom dhe zanatin. Unë më bo berber ka qenë dëshire e babit tim, a i pas shpej dëshirë, se thike nëse ki zanat, u konë një fjallë popullore, nuk jetë kur pa pare. Edhe normal që asi, na shkojshëm në shkollë të mes me një kosisht, edhe asi, po mirë, që ashtu deshti zotë edhe na fillum, domethënë, me berber. Viti ka qenë 82, 1 prill, domethënë, unë e kom qenë dikon 16 vjetë do muj. Zanatin e kom marrë të një mjeshtër, Nejat Karabegu, ajo është tash veçinjer, të shkolla teknike aty, Ala është ajo rojtori aty, berbertore. Edhe ka pas edhe disa mjeshtër aty që kam punu, që kom punu edhe kom marrë zanat për tynev. Po Prishtina atëherë, për menimin tem gjithmonë në konë e bukur, edhe e du Prishtinën, se vetë jam Prishtinas të erin 4 gjësh. Kështu që ka pas ma shumë regull, tash ka ma shumë ndërtesa, ka ma shumë njerëz në shta, po për mu e ka qenë ma e bukur atëherë, njerëz kanë qenë shumë, nëse guxoj më shprim, ma me edukat, ka pas respekt ndaj të vjetrit, ndaj njerëzit vëbekt, e kështu, tash pak është ndryshe, rinia për shembull e ka respektu ma të vjetrin, tash është pak ma ndryshe, qështu, edhe pse edhe sot Prishtinën e du, po nuk është sikur atëherë. Po, normal si i ri, kom qenë, domethënë, një farë personi që më ka pëlqy sporti, i kom përcjell gati të gjitha sportet këtu në Prishtinë, që kanë edhe në Kosovë, bile edhe jashtë, sidomos Prishtinën në futboll edhe në boks, atëherë kanë qenë kampion, Prishtina disa herë ka qenë në boks. Po, edhe një farë mënyre jam pe atyne që i kom formu këta simpatizus të Prishtinës, plisat të njërë me emrin, po në për vetin nuk kam tash mas luftës, nuk jom shku me aden se tash edhe mosha dhe e kom po që ka ndryshu domthon një farë, ase une nuk jom, se tash bojmë sport domthon mes vetin, mes shqiptarve, e mu nuk kom pëlqenjë domthon fjallët e ndyta, sharjet që bën mes veti, e këtu sene nuk kom pëlqenjë, edhe për ata dhe jom largu. E ndrysho konë kur une kom shku atër kena lujt, domthon në Jugoslavi kuptohet me ekipe sërbet e cilat një farë mënyre jena konë armish me ta dhe normal se kena pos një farë ndjenje patriotike avde, me bo vetën me ngjë se po du me konë ma modest në atë kuptimin, berberi do të me konë psikolog. Bile psikolog me letra, jo si këta të fakultetit, se une momentin kur mushteria hin, ose veç vjen der, une veç e njëherë e skenaj me sytë e mi, edhe di qka kom ke kërkuaj, mos thëm 100% plus minus aty, marrë gabime, më të me konë
2%, se gjithmonë ja qëllaj. Edhe kurs që kom ujë, domthonë, ku menu që çka kom e kërkuaj, edhe çashtu më ka dalë. Edhe mendoj që çashtu domthonë, duhet përgjithësi, edhe çdo mjeshtër do të më konë çashtu, me ditë çka do në mushteriu, edhe mjeshtër do të më konë në mënyrë profesioniste, domthonë, edhe më ços punës tamam në mënyrë profesionale, se te na në përgjithësi zanatët e kom vrejt, nuk është veç të berberllaku, po edhe të tjerë, që na nuk i qasemi punës me profesionalisht, po vetëm hajtë shkele shka. Kështu që i kisha bo thirrje rinis edhe kush do kuf që punës me u qasë mënyrë profesionale. Ka pas raste për shembull të provokimeve, kuptohet, ka raste edhe të mira me njerëz të mirë, po provokimet sidomos që aty pak para luftës kanë ndodhur me pjesëtar të nacionalitetit serb, të cilët për shembull bile kom një rast konkret dhe personal, të cilën muj me thonë se ata gjithmonë e kanë shpreh atë nacionalizmin e tyre, ose shevonizmin, ma mirë me të shpreh, e kanë shpreh kur kanë qenë të dehur, ose të pitë, që me kuptu populli. Por ndryshe kështu në momente caktume do kishte si me konë të mira, po në momentet kur veshin të pitë, domethënë theke ku keni me shku, jo, a dini që na ju bojmë kështu edhe kështu, që si raste kum pas, ka pas edhe raste të mira normal me popullatën tonë, edhe po normal se për 40 vjet e kusur, domethënë 44 vjet domethënë punë, ka gjithçka, përjeton gjithçka, kalon gjithçka, po puna është ashtu, na elhamdulillah mirë kalojmë. Po unë përvoja jam domethënë veç 44 vjet. Është, siç thash edhe më herët, besoj me vazhdu sot jam gjallë qështu dhe në penzion, ma shumë nuk du me punua, si dal në penzion, nëse arri, domethënë gjithmonë nëse jam gjallë. Këshill për të rit kish me qenë që me punu me konë të sjellshëm, edhe që thash edhe më herët me konë, domethënë qasja me konë në mënyrë profesionale, se që kjo është fort me rëndësi në çfarë do pune që të bëjsh, qasja me konë profesionale, jo vetëm hajt të bëj punën ashtu, shkele shka, qysh e kemë në zakon, përgjithsi, për ndryshe, që tu jenë ato, qa unë e menej.